Abdullah ibn Zubejri kishte aleat simpatizues të ti, në veçanti pas betejës së Harrës, Medinasit, vendi qyteti më i afër i Medinës, ishte pra Mekka. Mirë po me gjithata, Jezid ibn Muavije nuk e boni që të kujton për shenjtërinë e Mekkas dhe ndikimin negativisht që ka me ndiku ndaj atij, pasi që ta drejton gjithashtu ushtrinë dhe drejt Mekkës. Blokohet Mekka, dhe Abdullah ibn Zubejri strehuar në Mekke dhe Medinasit që kanë hik prej Medinës kanë ardhur në Mekë. Pas disa ditë, pasi që izolohet Mekka, Husein ibn Numejr i merr një lloj arme e cila ka qenë arma e rëndë e asaj kohë. I kanë thonë menxhanik, që në kohën sonë bashkohore e zavendsojnë tenkat. Në atë kohë është gjujt me gurë dhe strehohet dhe përqendrohet dhe i drejton drejt Qabë. Pasi që Abdullah ibn Zubejri është strehu në Mekke dhe fillon me gjujt, dhe kja është viti 64 që gjegët dhe rënohet Qabja dhe banorët e Qabës frikën se dënimi Allahut azza wa jall po i ka plon. Në këtë frikë merr pjesë dhe Abdullah ibn Zubejri. Për këtë arsye i bën sejdë Allahut dhe thot: O Zoti i Madh, nëse unë jam fajtor që jam strehu në këtë vend dhe është bo që të gjegët Qabja mos i merë në qaf dhe të qertë, po kja është bolli im në dorën tone, vepro ti qish e sheftarësishme ndaj meje nga se unë jam fejtor. Gjithashtu dhe Husein ibn Numejr nuk e ka pas për qëllim që të rënon apo të gjek Qabën, po ka pas për qëllim Abdullah ibn Zubejrin. Dhe argument shumë, kemi argumente këtë tematik, po si stam, se koha është e shkurt, e për të spjegun këta, na unë e vojit të më shumë se një ders e kaloj. Gjegët Qabja në vitin 64, në muajnë Safar, në muajnë e dit, dhe miren në përkom dhe shenjtëria e Qabës në kohën e Jezid ibn Muavije. Edhe ka plon dënimi Allah, ko në 14 Rabiul Awwal, në muajnë e 3 të Hijretit të vitit 64, vdes Jezid ibn Muavije me një fshat prej fshatarëve të Humsit të Sirisë së sot. Mirë po lajmi nuk vjen në Rabiul Awwal, për këtë arsye dhe Husein ibn Numejr vazhdon izolimin e Qabës dhe vazhdon luftimin e Abdullah ibn Zubejrit dhe pasuesve të tij. Dita e martë, vdes Jezid ibn Muavije në 14 Rabiul Awwal vitin 64. Njëjtën kohë dhe gjegët Qabë dhe lajmi në Rabiul Akhir, në muajnë 4, fillim të muajt 4 të vitit 64 të Hijretit, dhe Husein ibn Numejr ndërpret luftim.